Përshëndetje të gjithëve edhe këtë premte, çfarë ditë e bukur me përmbyll javën me 16 gradë Celsius. Po e nisim emisionin sot, kështu që uroj që edhe gjatë pasdites kanë me pas temperaturat të ngjashme edhe pse tut me pa, se nuk i di se çysh ndryshojnë, me gjas ka me pas edhe rreshtë shiut edhe më vonë, por për momentin ta shijojmë këto që e kemi një ditë, një pasditë të bukur me diell. Uroj që keni pas ditën e mirë, nga ato që keni qenë, nga ato që na dëgjoni në këtë moment, tash e dini që këto 2 orë takojnë komunikacionit, të lëviz në komunikacion, e tash duhet marrë parasysh që është festë edhe gjatë vikendit, sot po ma merr mendja, që ka vëkon. Ajo pedente. Ky është kolegu i miri, Cimi, përshëndetje. Ajo që domethënë bëhet gjithmonë para festave, po që bëhet edhe para vikendit. Komplet java ka qenë, nuk e di çka. Shumë ka qenë. Po, edhe sot domethënë po ta informata para emisionit që vish kanë filluar me pjesë të ngarkuara, po. Si të shëtjet jena për me fol pak ma vonë për këtë farë punë, njerë është mi ju përshëndet krejt juve, mi ju falenderu që jeni pjesa jonë ma e mira, edhe mi ju prit sot me fol për temën që e kena zgjedh dje. Do më thonë se dje patëm një temë, ju fol shi për që temë. E tash të bojna që temë të këshyri për shka keni me fol. Aja qëllojmë. Po të këshyri ma pja qëllojna. Sot është temë e lirë, fol një shka dëni. Më thonë vish për politikë, mos falni, është shumë e rëndësi, po për ndryshe kena mi ndërprej telefonat me njere. Çka dëni temë të lirë, keni nisja një foni, na kena me bo muhabet me juve, kena mi u prit për këto minutat në vazhdim në 04 978 978. Po e presim edhe kongën e parë hyrse që është nga Mozik, flokët, pastaj po rikthehemi një edhe me informata rreth komunikacionit, edhe me telefonata apo që se si tjetës. Ndalja e autostradës në fushë Kosovë, edhe kjo pjesë e ngarkuar me kolon gjatë, pastaj keni me kolon rrugën Akim Ramadanin nga udhëheqësi i Menzës te komuna dhe Anasjeltas, pjesë shumë e ngarkuar kjo, si dhe rruga Tirana për dekreti prapa stadiumit Fatih Vogri. Këto janë informata që kemi pranuar në 04 978 978. Sa i përket komunikacionit për ditën e sotme, ndërsa sa i përket derivateve për 3 ditë vazhdim, i keni me 6 cent zbritje në secilin pikë të Petrol Kompani. Pra për Bajram, Petrol Kompani ka bërë dhurat 6 cent zbritje në secilin pikë. Shkoni atje për ai Bajramit 6 cent zbritje. Mundeni me i pa dhe përmes rrjeteve sociale, dhe më thonë mi marrë dhe informata të tjera, por për këto 3 ditë më thonë e keni informatën prej meje dhe prej Fionës që keni me pas zbritjet mrekullueshme. Kush ka ndërmend me mush veturën, le shkon le të mbush tash me 6 cent zbritje, po, kolege. Tash është koha me i pranu dhe telefonatat e para dhe njerë për ju rikujtojmë që sot është tema e lirë. Sot është ajo tema që çdo ditë keni qef se na bojmë pyetje për diçka tjetër. Ju përgjigjeni për diçka tjetër, kështu që sot kena vendosur një lojë të lirë, cili e përmendi përveç njërës temë që asnjëherë nuk e pranojmë dhe s'kena me pranu, kjo është ndaluar në emisionin tonë, ta keni parasysh, po për gjithçka tjetër, çka do që ju shqetëson, që jeni të emocionuar, jeni të trisht apo çka do qoftë, e keni numrin e hapur 049 978 978. Rrëfehuni, dhoma e rrëfimit është e hapur nga ky moment. Për ndryshe ti më pash një lajm që 344 ushtar të ri janë bashkuar FSK-s, janë betu sot, e kanë pas atë ceremoni zyrtare të betimit, edhe shkruan që janë bërë pjesë një misioni të shenjtë të mbrojtjes së adheut, garantimit të sigurisë dhe mbështetjes së paqes në vendin tonë dhe për te. Edhe kur i pash fotot e tyre me uniforma djem të ri, kaq të bukur. Tell mirë, ha? Merr shumë mirë. Sidomos në uniforma kur i shoh dhe më të bukur duken. Po. Luli na ka treguar një foto udhkryqi i Santes për tek udhkryqi i katedrales, pra kjo pjesë shumë e ngarkuar nga bulevardi Bill Clinton, 34 minuta 3 kilometra. 34 minuta 3 kilometra. Që mi bjen 10 minuta në kilometër. Qysh me mona një helikopter edhe munis shpe? 10 minuta në kilometër, qysh do një aponi? Sa e ki tha kilometrin 10 minuta? Që telefonata? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Valoni. Valon, mu do këzoni njofshëm, po zguzova me rreziku. Qysh je? Mirë, jo. Mirë? Qysh është USA? Mirë, jo se jam mirë. Te a je mirë? Prishtina, në spital jam po mirë. Okej, qysh është gjendja? Mirë. Vjen mirë. Kam një infekcion vogël, po. Okej. Prej zonit po dokësh ma mirë se herën e kaluam. Jo, ma mirë. Sot e kena temën e lirë, Valon. Hajde, jepi. Tema e lirë. Njona, ku mba ankesë verës, edhe në katon një zënë e maljet, është një rrugë, i ka një 50 shtëpi, aty i grojnë 60 nësh kerrat. Okej. Në fëmijët e ik. Cilim fshat? Bële një trap, në Kamëgllov. Okej. Zëna maljet në rruga.
jam anku verës për badjava. Edhe kërkush s'ka ndërmarr kur gjot, paktën me vendos diçka aty na i sinjalizim anaj. 2-3 herë janë konë të ma ik kerrin për rrugë. E qysh po menon ti me një ankesë, me një moralizuar, çfarë po menon, Amerike këto? Për shabë do ti. Ajo bëri numër telefonit e thira policinë edhe nuk e në gjendje 45 minuta me të kryj punë, lemo për këse ankesa madhore. Edhe e dyta i gjojnë punë të rrugës verës mi bon. Ferizaj me orë verës. E, a dim pse? Se qa po menon me një dimnit të punu rrugëve? A dim pse? Po ajde këqëri këto dimnit i Po se kam interesuar atje në po foli për ty e keni dimnin ma të butë, jo mërë më së verës, e dihet që Kosova gufon prej diasporës, është stërmbushur në diasporë, edhe kur vinë këtu thojnë, qëre këta po punojnë a peshe. Qaj. Ja, kom gjithë resetin. Ave që ban me bani përshëndetje. Hajde, japim. Se nanën me babin e kam kësëv, nanën na u ba qef, ka orë në bojnë me shtu. E i dëshirej pushim të kanë shumë, inshallah. Faleminderit. Uraj që ta kalon sa më shpejt. Inshallah. Faleminderit shumë që telefonove, jemi shumë të lumtur që je mirë. Kum tentu 2-3 herë me marr lidhjen, po. Provo ma shumë, se kemi qef me të pas lidhje. Faleminderit shumë. Okej, jo përshëndes. Edhe mos hiq dorë, provo prap ankesa. Sidomos me u shikuj i shikaj. Faleminderit shumë, faleminderit. E vlerësoj. Faleminderit shumë. Hajde tum. Ama kur gjenë Kosovë, Valoni, do zgjësysh me qu, me marrë ka një Go Plus, mi dhon pak energji, se ka pak Valoni për ata që se din, jeton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ka sa probleme shëndetësore, cilat i kanë nda me neve, po nuk po du me ndo atash për shkaqe personale, kështu që Valoni kur gjenë Go Plusim, mi dhon pak energji, mi dhon pak kuraje, pak forcë, edhe ju që jeni këtu mos harroni sa vetura kanë, 16 vetura ka me dhuru Go Plus për ju që merrni pjesë në lojën shpërblyese. 8 në Kosovë kanë më dhuru, 8 në Shqipëri, bëhet fjalë për një super veturë elektrike Avatar 12, kështu quhet modeli. Kështu që blini sa më shumë, konsumoni sa më shumë, edhe nën kapak aty e keni kodin që duhet me e fut bashkë me të dhënat e tjera, edhe sa më shumë kode, aq më shumë mundësi për me fitu njërën nga këto vetura. Alo, përshëndetje, telefonata radhës. Përshëndetje Arsim. Kush na përshëndet? Në gjatin Kapeja. Ku je në gjat? Që? Sot dhe kena një temë të mirë për ty. Se dje për që temë falshe, e sot dhe kena një temë për ty. Hajde vish falë, më thonë, është tema e lirë, falë që ka dush. Kisha pas dëshirë që në luan shpërblyesi ta fitoj kerin, ose makinen. Do më thonë kishe pas shef me fitu, a? A ke lujt për me fitu? Po. Ke lujt, soher? 2 herë. Do më thonë për shqitemi e të dosh me full, ti përdoj shpërblyse, apo? Përdoj shpërblyse, po. Se këto jonë krasë bajrami që e ken. Po thushi 2 herë me lujt e dikush që lunë 200 herë, tani ti me fitua, po? Ja, dikush që lunë 200 herë ta fiton qaj, ma mirë vish. Po de qef, jo, mire ki po më pëlqen mua, dhe unë kisha pas shef me fitu, po të regoj drejten, shto vitë s'pem shefi. Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim, kalofsh mirë. Faleminderit. Ton kalofsh mirë, për ndryshe për kondicionerët, për juve që doni me pas kondicioner me 5 vite garancion, që janë efikas ngroje e ftoje, efikas edhe në pastrimin e ajrit, po. Mos harroni kur shkoni me ble kondicioner, kërkoni kondicionerët Bruno, sepse kondicionerët Bruno i gjeni kudo në Kosovë. Ja telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Iko. Hajde po provojmë tjetrën 049-978-978, po para se derisa të marrim telefonatën, po ju rikujtojmë që jemi live në këto momente përveç frekuencave tona 86 edhe 102 FM. Jemi live edhe në kanalin tonë në YouTube Glam Radio 86 FM, kështu na gjeni, dhe në portalin tonë po ashtu jemi live ju që doni me na dëgju, dhe në portalin e Kohanet edhe aty na dëgjoni dhe na shikoni po ashtu drejt për drejt në këto momente. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Enisa. Hajde Enis, si të kemi sot? Mirë. Vjen mirë? Pak e lodhët, po do kështë me mzë, po flet. Hajde jepi, është teme lirë sot. Çka ki me thonë për neve për dëgjus? Po. Po, ne ka me thonë për juve për dëgjus, shtynet marketeve, shtynet biznismenave. Po, një bre mos javë shtoni këto farë tikitat e afateve. Mos me bo atë të lavere. Okej. A ndodhë kjo dhe në Gjermani? Shans nuk ka. Ja, shans ka, mos thuj që është shans nuk ka, se t'ja s'ka ndodhë ty. Mos thuni që është shans nuk ka, aden, shans nuk ka.
Arsim. Ti s'ka ndodh ty. Diku e kanë marrë këtë mësim. S'ka ndodh ty. S'ka ndodh ty. Jo, a di çfarë ka ndodh? Më ka ndodh kur komplet është shqiptar. Po sa kam intereson ku në Gjermani apo? Ato ligjet e njëjta aplikohen. Shqiptarët, amerikanët, ajo do të thonë ligji i njëjtë është, po. Te shqiptarët, amerikanët s'u intereson. Keq, si do që të jetë keq. Edhe nëse ka të shpërkeq, se po mendoj se vish këtu. Keq. Jo, Arsim, vallai, jo se çore kur e shehti tash me sytë e tu ato. Po. Edhe për shembull tortën e ka ndodhur me pon 2-3 vene, sikur kur hin mini aty, domethënë krejtë e myk tortë në mes. Qysh ashtu? Ja dhe ashtu me lonë në shitje. Po në shitje. Po. Ka shumë raste të tilla. Fatmirësisht ka nisë me pas një varë progresi, një varë përmirësimi në këtë aspekt. Valla nuk e di vjet, na ka ndodh, e komplet që ashtu dhe që ja kish gjitë tjetrën për mi. A bot fjalë për ndaj supermarket që ka shumë dyqane në Kosovë apo market i lagjes? Jo, supermarkete kështu. Po marketet vogla jo, kështu si janë pak më të ndoja. Deshta me thonë që ka pak progres në këtë aspekt, po shohim shumë rrjetet marketeve që po mundohen pak me punu edhe me interierin e lokalit, paraqitjen, higjienën, të paktën me u dok për sy mirë, por jo në të gjitha pikat, po fokusohen tek tok me ndonjë pikë me naj lagje pak më kyçe që është, e këto pjesë tjera, lagje tjera po i lën pak si mazdore. Po mirë, okay, e kuptoj mesazhin. Këtu është faja edhe te inspektoriati. Është mas pari të vetë punëtorët, është mas pari të menaxhmenti, pastaj të inspektoriati. Du me po me minuta se që tema e lirës do me thonë më zgot ka shumë. Okej, Arsim. Ja, çfarë tamam që 5 minuta e tu fol. Faleminderit, s'është e vërtetë. Jam të jam një këtu. Përshëndes shumë, faleminderit shumë që na telefonove. Unë pres ka 5 minuta derisa të marr lidhje. Endret, ka lidhje. Endret, më rreni asi në orë dhe dilëm që tosh. Veç na bën që tosh krapos. E nis përshëndes shumë, mos harro me hi në pristinaticket.net edhe me i pa biletat ti që jeton në Gjermani, mundesh me zgjedh bileta me çmime ekonomike për me ardhur në Kosovë kurdo që ki dëshirë. Pristinaticket.net, por përveç Gjermanisë keni Zvicrën, Sloveninë, Suedinë dhe Luksemburgun, edhe anasjelltas me çmime shumë ekonomike. Domethënë mundesh me ardh edhe me u kthy. Komunikacioni në këto momente po na tregon se ka kolon pjesa poshtë vetrënikut deri tek rrethi duplex. E ngarkuar është hyrja në Prishtinë nga stacioni nga kazerma Adem Jashari që ka me kolon deri tek udhkryqi i katedralës, kolon ka rruga Tirana nga udhkryqi i bulevardit Bill Clinton tutje deri tek rrethi prapa stadiumit, vazhdon me pas kolon rruga Agim Ramadani nga komuna Menza dhe Anasjelltas. Pastaj e ngarkuar është edhe dalja e autostradës në fushë Kosovë, qasja për tek rrethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës. Këto janë informatat që i keni dërguar ju, që po vazhdojmë, po presim edhe të tjera në 049978. Telefonata e radhës, alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Genti apo? Po. Gent si e prej nga përna telefonan? Prishtinës. Po më vjen mirë. Gente, hajde, është temë e lirë, fol çka dush, veç me politikë mos na pshtjell. Jo, me politikë jo, veç për sa të imat në Gjermani që ke fjolla për markete. Po, që është edhe kjo temë, po temë e lirë është, ti fol kallzona, çka po thu? Çfarë po ta merr mendja ty? Veç kom blej në ledë, në dejsh edhe kom blej gjithmonë. Po në smisha me thonë, shqyqyr thirrë. Pa fat. Po qysh jo më rekalla atje pa fat, po si këshyrin se mendojnë që atje në regull, po. Jo, po më shumë se këtu shumë kohë edhe më të qëllu pa afat. Po, veç pak, se Enisa tha që ja ndryshojnë afatin, i vendosin afat mbi afat, dhe me thonë produktet eskaduara i vendosin afatin e ri mbi. Po dhe qa njëjti bjen ajo pa afat ajo. A nëse i ka skadu produkti në raft edhe nuk e kanë hek nga ti po e sheh që është pa afat edhe mundesh mos me blej. Amo ti po e blen me idenë që është me afat, dhe qëllon pa afat ajo është diçka tjetër. Po mendoj që është dallimi. Ja sa çka tha. Me sheh sa koha fat edhe blen edhe që fa. Jo, s'është në rregull asnjë as tjetra. Okej. Se koha fat pa ku më shumë se të nasi pa rregullsi edhe ato veç jenë shtullë në shpishtin veç hajtë në kësu, që të jenë kona, fa me po atje, ashtë kina shkuj, kina po krejtë, ma mirë. Me hija një i hesë, pas kjo ka mejtë. Okej, faleminderit. Hajde të përshëndesim. 049-978-978 edhe një numri telefonit, mos harroni foto të komunikacionit me dërgu, ju që jeni në komunikacion në këto momente, edhe si mi tha paraprakisht që
ka informacione që komunikacioni para orës 4 ka filluar me qenë ngarkuar, ndoshta edhe që prej mesditës ose prej gjithditës. Kështu që na tregoni se cilat janë pjesë ngarkume, që lehtësimi pastaj më na informon të gjithëve se ku janë pjesë e bllokume në qytet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fion. Përshëndetje Ahmet. A një lodh? Jo, t'ja e lodh. Jo, ka krat shpinës jam ka ju këshyre. Hajde, më vjen mirë që je bashkë në kokër shpinës. Sot është tema e lirë, Ahmet. Se jam pas drejt dhe kom s'ki qëto një shishu i nëzejt, se okay. Kom të më sakatu dhe më t'ju këshyre ka krat shpinë. Se qka ka ndodhë? Se di jam konë sot në punë, vesh ka bo, ka këty t'i shka për mas, edhe po t'ka zë drejt, o kam dhe më kam sakata. Hajde, inshallah qofte e kalume. Faleminderit. Ahmet, tregona tem klirë sot, qka ki me thonë? Vesh mos më kapni të çmimet, se ajo ke mendimi dikujna tash mujna se cili me shprej mendimet ndryshme, jo me të njëjtën temë vazhdu tash komplet emisionin. Po vaj, ku më fol, temë lirë. Po të tani po bot pak si debat. Që tash që jam bërë tre po fleteraj me aeroplane, tash që ato çmimeve mi thonë arsimit me zbrit bre pak, dhe që tash trem jam bërë. Ose në aeroplana punoj, mire ki. Kur ta bojna drejtor, nështë ta më në të me vodi shka, po për ndryshe, veç në website. Me njerë 17%, 18%, si rrymën kam ja boni se. Kum, sa arsim zbret, nësë nërëm da pak arsim. Po. Unë e desha me orë që tash në april e kemi një 4 ditë po shem, valloj arsim 300 euro bileta, tash hajde. Veç për një person. 300 euro, që janë 300 euro? Për maraki. Që janë 300 euro për me orë prej Gjermanisë, Kosovë? Ja, sen, valla me punu një 3-4 ditë që. Që 3-4 ditë do më thonë. Edhe për bëndë që ka është modhe, sot bëhet me kërë me orë prej atjet. Valloj arsim, bë një 7-8 sahat. Po, me pare sot kushton? Po, me kërë kushton, dikon ka një, kështu atis, spija pase veç dikon 400-450. Faleminderit shumë, përshëndetje. Ku po dalim tani? Përshëndetje. Si përfundim? Në të gja, po që tash unë e kurëzim me kërë me 400 veti 3-4, jasëm se zvi vetë. Po të kuptajvi që ajo lodhja e kresë, unë e pe kuptaj që po thu se vish vetë zvjen kërë, i veti 4, ti ka 100 euro për personi. Komoditeti paguot pak. Pak nesa. Po ase muve do të më zbrit pak sa se e bo 3. Po që tash vesh kalzoma, që ma dotën ta shojna një biletës gratis, pa problemesh. Ja, jo valla gratis. Po, më në po. Pa tash është janë nisë të shka me të vona, apo të zbritje, po të kësi, po të asi. Ja, valla asi, ja faleminderit, ja, se nuk jam për gratis, se më kom tam hajt. Kom dos, pësa s'ma kështë pagu ti mua. Ja, unë ta kësha pagu. Po, dhe. Nuk e kam gjendjen, se kam gjendjen. S'ka lidhje më për shevish me të posë, këtu dhe më thonë ta paguj biletën, qa ka lidhje? Ja, la fane, ja, fane. Seriosisht e kam? Qa shtami ti? Mësë ngushta, kalzëmi datat kur i pate, mësë ngushta. Prill. Prill të të raj për festë është atje të ardu. Kisha orë me 17-ën edhe me 17 dhe shaktuj me 21-shën. Ukri, me 17-ën me 21, prej kuj po do me fluturu, the? Prej Bazelit. Prej Bazelit, okej? Tani, Ame, Vish pak ti shënej që të dota se besëm që ja ku nisë pjarë. 17 21, bravo. Po banë edhe 22-shën se 21 shumë më së më rejma shumë 17-21 bolje të nejtë, më s'baj gore. Nuk përdojnë vish datat për t'i kalzën. 17-21 bolje ka. Hajde, Ame, përshëndes. Hajde tëngë faleminderit. Hajde faleminderit. Na ty t'blejna na i bileta për vete me Vespa në përqytet. Po me Vespa se Marahat, do më thonë shkojna malet, këta jo malet. Plus kolonën e qojna, ha? 2 euro dita, do më thonë, po t'bjem për me u bo me Vespa. Unis për 1.80, as 2 heq bile, 1.80 me nis. Pelo 2, do më thonë, nëse do më pak diçka ma shumë, ati një aksesor, një asin një. Po që aty do më thonë, 1.80, 2 euro ditën mund shmu bo me Vespa në ma 3 tek Venturo Motors, Baja Automita, që e gjeni tek Automita. Komunikacioni edhe njerë për juve që jeni në përvetura, për ju të regojmë se ka kolon nga Vetrniku Lart deri tek rrethi Duplex. E ngarkuar është rrethi me flamur rrethi Spitalit deri tek rrethi Rrugës B. Kolon ka rruga Tirana për tek rrethi brapa stadiumit, rruga UÇK për tek komuna, pra me një fjalë rruga Agim Ramadani, rruga Luana Haradina dhe rruga Tirana, që janë 3 rrugë kryesore në kryeqytet, janë të ngarkuara me shumë kolon. Dhe e ngarkuar është edhe dalja e autostradës në Fushë Kosovë, atje Mbresje, ka kolon. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje. Ate ga, si kalon? Që e mirë, falenderit. Alo, qysh ka shku dita? Po mirë, sot kërë po ditële, mirë, për është jo, a i lodhë, temë në këtë lonë shumë të fort. Apo të pëlqen? Shumë. Hani vish një si akol ga se na sjena sot me fol, jena me ngu.
Është tema e lirë, po çka dush. Veç politik mos u men. Ja, si atë lak. Çato se ti janë me fol sot e kumbovesh ka me ndërprer, domethënë si u thon as është lak. E mirë dei tash kaj. Qet. Ja. Hajde. Por i vjen si u dë, për shkak të klam radio, që na policia që çosëm me tema tira. Unë çka do të thashë mos shumë të për vendin tim që du, mos shumë të botë që është vendin më i bukur në botë për emri Kosovë. Vendi që më jap dashni, vendi që më jap jetë, vendi që më zbukuron, domethënë, jo vetëm jetën time, por fëmijët mi, edhe gjithë farfisit. Gjithçka që lidhet me Kosovën është dashnia ime e parë dhe dashnia ime e pafund. Me turat e të këqija që i ka, është vendi më i bukur me njerëzit më të mirë që mund t'i ketë planeti tokë. Prandaj, timin e kam shok për arsye se është nacionalist, edhe në shumë emisione që kam përcjell, domethënë përqeshje dikush që ja bën në mënyrë tërthore të Kosovës, reagon ashtu. Dhe kjo më bën Jo, për Gjermani po të reagoj. Jo, më vllaja. Ja, më pëlqen se të më thonë gjitho ka si në Gjermani, si në Kosovë, si ato të vonë, nëse më nëse se vot do krasi me Kosovë, është me shumë do gjona për pola para vende dhe ferë djeture, unë po thamë për shembull tek patent shofere, të njoftime, të pasaportët, për shembull të certifikatet e linjës tek këtu, Kosovë i merr për shembull 24 orë, më merr më pajisësh çdo ditë, këtu s'mund pajisësh. Për 6 javë, 8 javë. Edhe s'e marr kohë më shumë, krejt çka do të më thonë, Kosova është vendi më i bukur me njerëz më të mirë në botë. Kosova është tash me ta nxjerrë edhe ty një biletë, se çuçi tu fol mirë, apo do me ta nxjerrë edhe ty një biletë. Ja, hajde për bajram. Ja, faleminderit shumë. S'po ta? Unë e lutem. Faleminderit. Mos thuj s'kum lut. Me knaçi u ftoj të dyve kur do të doni publikisht me ordë në shtëpi e kam, kanë aty u bëj biletat e nxjerr. Ne e kena Prishtina tiketën që vish kja ashtu ja kryq do ametit se ja s'po vija, po vija s'diçka. Okej, unë s'po thëmë para e gore shumë seriozisht e kam. Unë seriozisht e kam. Edhe ju përshëndes edhe ju përqafoj dëve se një shumë mirë. Gaz, përshëndesim edhe na ty, faleminderit shumë që na ke thirrë. Respekt atje. Për ndryshe, po vazhdojnë edhe na mbani të informuar për pjesët e ngarkuara në komunikacion, po vazhdojnë e parim foto, por kur t'i bëni fotot veç bëni kujdes, domethënë fotot t'i bëni veç kur t'jeni ndalun asnjëherë gjatë ngasjes. Po shkojna shpejt deri në Albi Mall. Edhe njerë po rikthehemi, po presim informatat e komunikacionit, edhe njerë po du mi ju rikujtu që për 3 ditët në vazhdim Petrol Company ju pret me super ofertë për këtë bajram. Mundri me shku atje dhe keni me përfitu 6 cent zbritje në litër të derivateve tek secila pikë e Petrol Company's. Sa i përket komunikacionit, edhe njerë dalja autostradës në Fushë Kosovë është ngarkuar me kolon, rruga Agim Ramadani është ngarkuar me kolon për tek komuna dhe Anasjellta, si dhe rruga Luana Radinaj me kolon, po shihet deri tek rruga UÇK dhe Anasjelltas për tek Newborni. Këto janë edhe informatat e radhës që kemi pranuar në 049978978. Po e presim tjetrën telefonat, mund të na tregoni, tema është e lirë sot, për çka do që keni dëshirë, për çka do që ju preokupon, mundeni me na tregu sot. Kështu që hajde, pak minuta kemi në dispozicion, por paraprakisht mos harroni në Toyota, të shkoni në Autotrade dhe të shikoni krejt modelet më të reja të Toyotës që kanë ardhur atje. E keni edhe veturën e re elektrike që ka mbri, kështu që mund të testoni secilin prej tyre edhe vendosni më të mirën për familjen e juaj, me 10 vjet garancion e keni secilin model nga Toyota. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje Fiona. Përshëndetje, kush telefonon? O, si gjithmonë Abedin. Hajde Abedin. Tema e lirë është ju jeni programi maj mirë, a ka pas mundësi me vazhdo qëtë program edhe një 15 minuta, edhe 20 minuta ma shumë. Veç për 20 minuta po thu po e prishim, a? Veç për 20 minuta po e prishim, tamon po nëzëjo me hin lidhje, ju për ne nalli. Ani Abedin, haj se këshyrim kena me po diçka dhe në këtë drejtim.
Faleminderit e vlerësoj. Faleminderit për ju e jeni mrekullueshëm. Hajde vikend këndshëm e shihemi të hënën. Faleminderit. Tung, miru dëgjofshim, faleminderit. Enza Home deri me 5 prill kape deri në 50% zbritje. Enza Home e gjeni në Çaklavic në kilometrin e 6 në drejtim Ferizajt për ata që dojnë me ditë më saktësisht ku është. Përndryshe Enza Home Kosovë për juve që doni me pa edhe përmes rrjeteve sociale, me i pa mobilet e mrekullueshme që i kanë atje aksesorë të mrekullueshëm, edhe ato me përfitu deri në 50% zbritje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po shta përshëndet? Ja, shëksori. A je serios? Ja. Tema për ty është sot, kështu që nisja fal, jashtë toksor, na vish po dëgjojna. U mënua me boni poezi me lexu, po të qilet zoni këtu për jashtë, po qilet. Është një moment. Ç'ç'e? Sa apo do më ndryshu zonin as çka, se s'po të kuptoj. Mu ka bloku diçka kjo s'dish pse bllokohet palidhe. Nëse unë patjetër që kam çka me fol, por kisha pasur sot, me qenë sot tema lirë, nuk e di ajo ka shkuar në Armenia që ne realitetin e perceptojnë përmes shisave që kena, 5 shisave. Domthon kena dëgjimin, shiqimin e prekjen e këtu, abdem këto 5 shisat që janë, edhe ajo ka shkuar në Armenia çka kish me qenë nëse nuk të kesh emasion nga këto shisa, domthon. Ose nëse kishim pas edhe një shqis më shumë. Ajo cila kish me qenë. Po ajo është vërtet, në fakt është kjo gjendra pineale, syri 3 që quhet në atë pjesën që nuk funksionon në fakt kur rritet fëmia, është ajo që krijon ato hormonet e shumë të rëndësishme që e humba aftësinë me kalimin e kohës, domthonë kur ne rritemi, fillojmë të rritemi. Këtë problemin e kam se shkoj me atë poezia përgatita shumë e mirë në poezi. Su shkrume na thon. Le, u kry. U bën e gati për të hënën. Ja. Ja, bën e gati për të hënën. Nuk e shfrytëzojnë hapësirën kur e keni një temë, një pyetje, por meqenëse se ishte sa të lirë, thash ta shfrytëzoj rastin për shkak të kësaj pjese. Po vjen keq. Nuk e di kjo me shisa më na fol na sen për jashtë toksor, kështu me të kallëzu drejt. Po kjo me shisa është. Ja, me çfarë që ato i kena edhe namës bajor. Nëse si kishë, do të kishim shisat, unë mendoj që ne pastaj jemi vetëm ëndër, nuk jemi realitet në fakt. Ku me ditë do shta jemi në CD dikon, dhe kaset dikon, sillemi, pshillemi, se edhe kuantika e thot është shkencore, nuk po e tërlloj une, edhe Einsteini ka thonë, në moment që na e shohëm hanën, e kam marrë shembull hanën, në morë edhe një pemë për shembull, në që ose na e shohëm, ajo është aty. Në momentin që na kthejmë krytën, nuk e shohëm ma, nuk e kemë sigur ta është mua asë është. Domthon, çdo këtë realitetin e krijojmë na, domthon, na truri jon ose vedia subkonscienca jon, dërdia jon që nuk ja dim vendin ku e ka, domthon është një grumbull vedijesh dikon ku me diku, ku kret e gjitha kora, domthon, që nga krijimi i parë ja shkove larg se është e zgote. Faleminderit shumë, përshëndesim, kalojmë shumë. Jo, po është e zgote shumë. A di që na bërtosin, thonë që ka u bokat shumë që po folnin me ato. Përshëndesim tung, përndryshe vendin e di ku e ka Rubinin në qendër të Prishtinës, në Albi Madh ose në Ferizaj, për juve që dëni me shku dhe me marrë një unaz të mirë me gurë çmuar diamantit, për juve që dëni me aboni dhurat dikujt ose për juve që dëni me boni dhurat për veti tek Rubini. Telefonata e radhës. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Platmini i Kashtanjevës. Prej Kashtanjevës. Hajde tregona sot është tema e lirë, çka kemi na tregu, çka kemi na thon? Unë me tregu po pyetje dishta me bë për këtë popullin. A do të regjistohet ky popull me kursy këtë natyrë që na i ka dhënë Zoti e jo me jetu sikur të vëmë në fabrik. Çka po të shqetëson konkretisht? Do me thonë, mos kujdesi jonë ndaj natyrës, a? Mos kujdesi i njeriut ndaj natyrës, që tepër e kanë do të ho në betorina, të kollë sanet plastike, kjo është smundje kanë të regjena. Po. Okej, po e kuptoj shqetësimin tonë edhe po, është shumë e qelluar. Duhet me mbrojt natyrën, po shtyto që të jetë kjo rregullohet pak edhe me
në aspektin ligjor aty nëse fuqizohet ligji, mandej nuk është shumë pak raste kishim pas, po ç'të bëjmë? Esakt. Faleminderit, përshëndes. Hajde tung. Ditë mirë, faleminderit. Mos harroni me shku edhe në IPCO nëse cilën pikë të IPCO-s në krejt Kosovën edhe të merrni më shumë informacione se pak ditë keni mundësi me marr televizor, super televizor ama me 24 këste ju që jeni me pakun prima, kështu që shkoni në IPCO edhe merrni më shumë informacione. Përndryshe internetin më të mirë si IPCO nuk e ka kush, kudo që shkoni merreni internetin me vetje. Dalja autostradës në fushë Kosovë edhe njerë është informata e radhës që ka arrit na tregon me shumë kolon kjo pjesë, por shumë e ngarkuar është vetë fushë Kosova nga zona industriale. Fillon kolona, vazhdon tutje deri tek rrethi atje. Pra pjesë shumë e ngarkuar me kolon shumë gjatë. Pastaj e ngarkuar po mbetet rruga Tirana nga udhkryqi i bulevardit Bill Clinton tutje deri tek rrethi prapa stadiumit. Vazhdon kolona edhe në rrugën UÇK për ata që kanë më shku në drejtim për tek komuna. Alo, përshëndetje, telefonata Viber. Telefonata pas ka shku. Kush na përshëndet? Sefer si je? Po ku jeni më të mirë, ti të më të mirëve. Faleminderit shumë. Ku jeti më i miri më të mirëve? Unë që të në Skënderaj. Po më vjen mirë. Sefer teme lirë është fal se s'kena shumë kohë. Po dojna veç mi ungusat juve. A bani Barsolet? Po që s'ban më rreth teme lirë, çka dush thuj? Po, a din sa kallaj është me shti grut me kesh? Sa? Veç i thou qore, une jam zot shpije, une veç po, ja nis knaqe shkrihet, po t'kallzoj, shkrihet u kesh. Edhe njo, e shkurt e më. Halo një të shkurt mirë, që shto t'lezeshme? Ka njo një me i bo analizat edhe deli sterilizun. Po? Që s'unët me pas mi. Po? E thët, kër i merë analizat, thët ku, e që shme i kallzu, une grus që nuk janë thmija e mi. Po dit problem pa dhe ka posa i që ato se so nejse. Faleminderit shumë, me groj pas këti krejt, apo? Me groj pas këti krejt, apo? Barceleta, sefer, mo e vetën. Komunikacioni edhe një foto më ka arrit, po më tregojmë për pjesën nga rruga Vllëzrit Fazliu që del poshtë tek komuna, që shumë e ngarkuar, po i hekën autobusat prej aty bre. Më thonë po shihet kjo pjesa të xhamia Llapis që i thonë shumë e ngarkuar me kolon. Faleminderit shumë për informatën që na e keni sjell në 049-978-978. Swiss Diamond Hotel Prishtina ju pret me shku me u knaq me ato spate mrekullueshme, me shku me shiu ato spate mrekullueshme. Përndryshe mundeni qysh prej nesër, mas nesër me shku me u knaq, ose mundeni me shku sot në iftar. Pse jo? 038-220000 është numri i Swiss Diamond Hotel Prishtinës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Lona nga Prizreni. Si e Lona? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, faleminderit. Hajde japi temën e lirë është sot. Temën e lirë kisha propozu, kisha me ju thonë se sa ko që e boni këtë emisionin, se nuk e boni ndonjë lojë shpërblyese. Lojë shpërblyese, zakonisht në pjesën e dytë i japim shpërblimet nëse kemi. S'po na njeh çka jetu lyp konkretisht ti? Po me shfaq na i lojë shpërblyese me shfaq që sa kohë keni këtë emisionin, që reklamoni Rubinin e Albi Mallin e. Okej. Okej, do ta kemi parasysh rekomandimin. Faleminderit. Kalofshi mirë. Hajde tung, faleminderit. Te kishëm pas çfarë më shpërblime kanë ardhur, po kishëm pas çfarë më na thirrsh, çu na keni thirrsh sikur deri sot pa shpërblime. Do të thonë, pa interes se që keni bo, edhe na e vlerësojnë jashtëzakonisht shumë. Po pse jo me bo, po na pjesën e dytë më dëgjon asoj se në pjesën e dytë shumë shpesh dojna shumë shpërblime të mira. Mundri me vazhdu tek llamradio.fm për juve që jeni jashtë Kosovës me na dëgju. Shumë shpesh dojna shpërblime shumë të mira, edhe nuk besoj që jap dikush më lehtë shpërblime se sa emisioni jon, se s'bojna kësi pyetje, kësi sene, tap, hajde merre shpërblimin. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Orhan. Okej. Si kalon? Përshëndet. Tema e lirë është Orhan, hajde, nisja, koncentrohu. Shto. Unë edhe sot thirë edhe më javën tjetër s'ju thirë, se në shtate prova për ditë, thirë. Ja, qëto se pranojna, qëto se pranojna, po. Jani t'jallu rindin pak qerve. Rani është ai që është i zoti, po, hajde. Zdia po ta fata, zdi e zuna lidhjen. E kështu. Vitin e kalum verës, keni emision për nxënësët që i ka dhënë provimit pranus, këto shkollës mesme, si që shke.
Edhe shampengoj rasti se në kita Londët në zonë s'ket sukseshëm, e në gjuhë Shqipe kënë shumë dopt. Në më thonë në Kosovë. E qaja më ka pengu shumë. E qa po thush që do të me bo? Jo, me bo ma shumë, one fakti ku më ndëgju shumë radije deri tash, ama tash një kohë jo ndëgjoj veç juve se ka muzikë Shqip, gati se non-stop. E për muzikë të jo, muzikë angleze, të më thonë, a më mingua dhe radit këtu, lokale që janë. Po, jo, do më thonë, Glam Radio ka muzikë shumë të ujën. Edhe qashtu është, do më thonë, nalë shuajna se edhe këtu ka prej atyne që dojnë me ngua dhe muzikë të ujë dhe muzikë Shqipe. Po mundohemi me kombinua dhe me muzikën Shqipe, për ndryshe mundohemi me i nejtë gati asoj puna, po mundohemi me lëshuta më në muzikë Shqipe. Po kuptan? Jo gjithë shka, po me shumë muzikë Shqipe. Qashtu. Do me thonë që më pengon muë, nështë është një problem i vogël, jemi personal, amo... S'ka lidhje. Fëmijëve tonë, do me thonë jam prindi 3 fëmijëve, fëmijëve tonë do të më jam mësu gjuhën Shqipe të pastër, e tani gjuhë e uja në ke kanë qare për mësu. E shumë e prerët për fëmijëve në vetë që e full një gjuhë të huj, për mu nuk është aja sukses. Ati ku jeton nuk e ki qare pa mësu qatë gjuhë të hujën atë. Nuk ka kur gjotë keqë edhe me dit një gjuhë ma shumë, apo? Po, jo me kesë përdor gjuhën amtore të bukur Shqipe që kemi. Faleminderit shumë, Orant, përshëndes, dëgjojemi tonë. Deri sot një javë. Okej, do me thonë e kelon deri sot një javë, apo? Ja, du më kom pak korrekt, milion tjetë. Okej, faleminderit shumë, përshëndesim. Ju uroj një vikend të mirë edhe para ku e jaroj Bajramin gjithë dhe besimtarëve muslimanë. Dëgjojemi, shnet, faleminderit shumë. Faleminderit, ditën e mirë. Faleminderit, okej, po mos e ki gajle se ku dëgjues thonë ka që na thirrin tash sa vjet çdo ditë, edhe nuk është asnjëherë tepër, veç me qëndruan tema, ajo është me rëndësi. Po e presim tjetrën telefonat, mos harroni pas iftarit, ju që jeni agjerueshëm të merrni sa më shumë proteina, ashtu rekomandojnë edhe ekspertët nga e gjithë bota që të konsumoni sa më shumë proteina, sa më shumë vitamina, kështu që siguroni e keni linjën nga Zot në çdo markesë të Kosovës, keni pudinga të ndryshëm, pije të ndryshme me 27 gram protein, pa laktozë, pa gluten, pa sheqer të shtuar, kështu që i gjeni në krejt marketet edhe ëmbëlsojeni veten me produktet më të mira. Alo, përshëndetje. Veç pak se ka shku telefonata. Çka po ndodh? Hajde Viber apo telefonata? Hajde Viber. Hajde Viber, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Joz. Joz, si je? Me mos e për ditë ju kësha thirë. E po tash, a pse që po dalim prapë në kundërshtim ata që po na kritikojnë, një po e hapni, s'po e hapni. Domethënë ti tenton çdo ditë me na telefonu. Po çu kur të kon lirë ka herë ku ju. Po normal, okay. Po moj po tutna është se sidomos se sa më burrë të këtu. Ja, gjithmonë do të me pas kujdes në komunikacion kur ti je ndalun ose edhe përmes me vetur kështu nëse i lidh. Hajde jo, tema e lirë sot, jepi çka kemi na thonë, se jemi në minutat e fundit. Tema e lirë, tema e mirë, unë kisha thonë 2 minuta për ne hani pak mas 4-ve e pak para 4-ve. Se po thu? Pse po 4 do thot konga re absolut për ta ju, se unë muzikën. Okej. Edhe shumë këngë po mësu për jush. Okej, po na fillojnë na fiks në 4. Tani dëgjojmë një këngë sa për relaksim. Jo për veti, po jo për ne. Okej. Unë kisha thonë 10 para 4 më janis. E ata që na ngojnë radio s'kam ju bë aty ne? Unë në radio ngoj. Po ata lypin me ngu muzika pak. Tarsim muzikën e keni fantazi, besëm, unë her pas herë nuk po thëm, po her pas herë në shoj radio. Po njerëz kanë shihet të ndryshme, dikujt i pëlqen që e kena ndoshta ka pak muzikë në emision, ty për shembull s'po të pëlqen? Jo, më pëlqen, unë pa pas edhe pak anglisht, mua edhe nuk ka, edhe nuk e ka. E çka po propozon me bu? Me he këngën krejta çka? Jo, këngën me he, po këngën me shumë para 4-ve. Okej, po tash nëse ato janë çështje teknike që i kemi në bashkëpunim edhe me KTV, nuk mujna me i fol tash me detaju, po në rregull, po e kuptojmë, faleminderit. Është pak që më thonë shumë shkurt, besoj si në basketboll për nautë. E di. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Edhe na shti kërkoj falje, po jo, më tema lirë sot, çka ti doni? Çka thash, çka ti keni breng, veç e tregoni sot. Kërkoj falje, urime. Asnjëherë, faleminderit shumë. E po shështetin faleminderit. Urimet po i lojna për të hanën, se kena me qenë prap live bashkë me Simin, kështu që të hanën uromi, e përshëndetmi, e dumi krejt ka pak.
Hajde tung, faleminderit. Se me të në kom. Komunikacioni para se me përmbyll, nashta e pranojnë apo be pranojnë edhe një telefonat fundit, veç para se me pranu telefonatën e fundit edhe njerë m'ju tregu krejt juve që jeni në përvetura se nga gjysma e vetërnikut me kolon deri tek rrethi i ambasadës, me kolon hyrja në Prishtinë, nga kazerma Adem Jashari tutje deri tek udhkryqi i katedrales, me kolon është rruga Gjem Ramadani, rruga Luana Radinaj dhe rruga Tirana. Pra të trija këto rrugë kanë shumë kolon, si dhe dalja autostradës në Brese, atje është shumë e ngarkuar. Telefonata e fundit, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Gone i ki 20 sekonda. është temë e lirë, kështu që veç nesja, s'po të pëngojna e shbërgja. Veç desha me ju përshëndet juve edhe familjen time në Kosovë, tonë që i kam Kosovë heq ma shumë. Shumë faleminderit Gane, unë apo të përshëndesim ty shumë. Kaloni mirë, çdo të mirë, ju përshëndes. Faleminderit. Çështë tap temë të lirë, çfarë tema e lirë. Faleminderit shumë secilit prej juve që jeni kanë pjesë e emisionit, për mesazhet, për fotot, që kena me vazhdu në pjesën e dytë pas orës 17 m'ju tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara edhe mi lexu mesazhet që i keni dërguar. Mund të na dëgjoni jo vetëm përmes frekuencave tona, por edhe duke marrë aplikacionin, edhe duke na dëgjuar përmes glamradio.fm, përmes portalit tonë, edhe aty jemi live gjatë një ore tjetër sa kemë qenë me Glam Radion. Faleminderit secilit për juve, faleminderit Jeta Baholli Hair and Makeup që gjithmonë kujdeset për dukjen time, shihemi to hanën. Faleminderit.